Mjeshtëria e punimit të xhubletës, një traditë unike shqiptare me vlera historike dhe artizanale të veçanta, prej dhjetorit të vitit 2022, është pasuri e mbrojtur nga UNESCO. Sot kjo veshje tradicionale, kryesisht në malsinë e veriut, nuk gjen më përdorim të përditshëm dhe rrezikon të humbas identitetin, nëse artizanet nuk i trashëgojnë sekretet e ndërtimit të saj. Objekti në vetvete është tekstil, dhe vjen një moment dhe shpërbëhet, prishet, kështu që djebërja është ajo që do ta mbroj, do ta ruaj dhe do të vijoj që kjo veshje të jetë mes nesh. Mes një mjedisi të veshur me sixhade dhe tekstile artizanale në Galerinë e Tiranës, u fol pikërisht për djebërjen e xhubletës, një proces që sot njihet kryesisht nga pak gra të moshuara. Nëpërmjet studimeve, sigurisht bëjmë të mundur për të ruajtur ato vlera që këto tekstile në traditën e tyre kanë, për të mos humbur dhe për të ripërtërir aq sa është e mundur. Të krijosh një xhublet duhet të kalosh mes një sër procesesh, të cilat kërkojnë edhe kontributin e burrave në veglat e punës, në qethjen e leshit dhe në procesin e dërstilimit. Xhubleta është komplet e ndërtuar me material leshi, bëhet fija me të cilat endet pëlhura, pëlhura pastaj futet në dërstilim, bëhet një shajak, shajak i cili është i thurur dhe bëhet shumë i fortë, por një element tjetër shumë i rëndësishëm i xhubletës është spiku. Spiku është një material tjetër që bëhet përsëri me fijen e leshit, por përbëhet nga thurja. Gratë janë ato që i japin xhubletës formën përfundimtare, që shënjon identitetin fizik dhe shoqëror të gruas, nga periudha e vajzërisë, te martesa dhe momente të tjera të rëndësishme të jetës së saj, si përcjellja për në botën e përtejme.